Vazhdojmë tutje, mirë presim telefonata tjera, alo. Alo. Po, noni? Selam aleikum. Aleikum selam. Po, shumë e boni pyetje. Po? Unë e falem, po edhe punoj. Po? Po, ndërkohë nik ka një vakt. Edhe tani kur vin shty, e boj kaza. A është në rregull kjo ajo, se po thonë që femrat nuk bën me bë kaza. E qartë është pyetja juaj, faleminderit për telefonatën. Fillimisht, ajo që kërkohet tek meshkujt për namaz, kërkohet edhe tek femrat e njëjta, sidomos dallimet që i kanë, sa i përket veshjes. Pastaj çështja e namazit me xhamat, me dal në xhami ose me dal, çështja e namazit xhamos, por ndryshe, gjithçka që kërkohet për namaz tek mashkulli kërkohet edhe tek femra. Nëse themi që mashkulli lejohet me i bë kaza namazit, lejohet edhe femra, nuk ka diçka që e dallon këto absolutisht. Nëse themi se lejohet femras, po lejohet as mashkulli. Sido që të jetë. Allahu i lartësuar ka thënë inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Këtu kjo është ajet shumë i drejtë për drejtë që Allahu tregon se namazi duhet të fal kohë vet. Se secili namaz, për secilin namaz Allahu ka caktuar kohë të veçantë, posaçme. Që besimtari duhet me dhon mundin në maksimum mos me nxjerr namazin jashtë kohës së tij. Edhe duhet me i bë ambient vetës. Domethënë koha zakonisht problematika është koha e kindis për këta që punojnë. Domethënë se është kohë që nuk ndërlidhet me ndonjë pauzë ose ndonjë pushim. Mirë, po në 5 minutësh duhet me luftu me gjetë dikun. Për arsye se në 5 minutësh më na ardh dikush ose një telefonat ose diçka, po e bojmë. Për ata duhet me qenë të gatshëm, edhe duhet me qenë të përgatitur, sidomos femrat, me i pas rrobat e namazit, nëse nuk është e mburut, me i pas rrobat e namazit me vete. Kur vjen koha e namazit, mos e pas nevojë ajo pastaj gjysmë ore më u përgatit për namaz, tani edhe derisa të falet, edhe më thonë s'po më gjithë këtë kohë me e gjetë për më fal. Kështu që rreni gatshme, edhe vjen koha e namazit, 5 minutë fal namazin edhe i kthehesh punës. Ndërsa sa i përket kazos, e kanë përmend dietarët që besimtarit të cilit i ik namazi bën gjuna. S'ka dyshim aty. Këto e përmendin të gjithë dietarët unanimisht se ikja e namazit jashtë kohës për besimtarin është mëkat që duhet më u pendu për ti. Mirë, pastaj a bën me fal mas kohës? Shumë prej dietarëve kanë thonë fal mas kohës, mirë, po duhet me pas kujdes prap, po them që mos më na ik namazi prej kohës së vet. Kjo është betejë jonë që duhet me eva. Edhe besoj që ja arrim. Besoj që arrim përdesa, po arrim me i kry shumë punë tjera dhe shumë funksione tjera ose shumë ndërprerje tjera gjatë punës që e bëjmë, mundemi me bëdhe një ndërprerje një 5 minutë ose ma shumë ose ma pak për me e falë namazin. Kështu që lufta për me e falë namazin në kohë të vetë. Nëse të ndodhë në i herë që me ti iki namazin se s'ke mujtë në falë kështu, s'paku më se ledë më thënë, fare. Fale kur të shkësh të shpija. Qartë, vazhdojmë tutje.